dhe po më shkruajnë në telefon. Çka ka ndodhur bashki e Tiranës? Me dy fjalë, luftë e brendshme politike, kaq. Si është? Luftë e brendshme politike. Në prag fushate. Po ka disinformacion? Apo ka luftë e brendshme politike? Bashkia është ndarë në dy grupe, mendoj unë. Erion Veliaj dhe... Të Erionit edhe të... Dhe Ramës. Dhe Ramës. Ka një përplasje të hapur. Po, për sa kohë, kryetari i bashkisë në detyrë, po i burgosur, nuk ka dijeni ose nuk ka fuqim për të lëvizur dhe për të emëruar apo për të dorëzuar postin e tij, tregon që diçka ka. Kur nuk ka fuqi do thotë që është tamam i burgosur. Po të kishte fuqi do thonim se është i burgosur tamam. Në realitetit është i vështirë, Turi. Është edhe një nga format e përjetimit traumatik. Sot në fakt ne u njoftuam edhe... Dhe nga kontrole, ka dalë Erioni nga kontrole, apo... është e vështirë u njoftuam dhe për një vepër të re penale që është ngritur nga SPAK-u ndaj zotit Veliaj. Po, që të pesme, ajo e marrës e telefonit të një oficeri. Po, faktikisht ka një të vërtet gjej në këtë histori, bëhet fjalë për një telefonat që është bërë nga telefoni i një punonjësi të shërbimit të burgjeve, nga ana e zotit Veliaj, pretendim për të cilin Olsi Dado, prokurori i çështjes, ka shkuar në paraburgimin e Durrësit, e ka marrë në pyetje punonjësin e policisë dhe i ka kërkuar atij të thotë ngjarjen sipas versionit. Ai çka ka thënë? Dhe ai ka thënë versionin që po, më shkërkuar telefoni, unë e kam dhënë zotit Veliaj, që ai të flas me familjarët e tij. Ka krijuar një figurë kthimi të re. Dhe aty zoti Veliaj pretendohet që ka bërë psikologe që zoti Veliaj nuk që ka shumë i traumatizuar, pas ka memorim, mbaka me numrat e telefonave. Jo Veliaj është thirrur në SPAK për të dëshmuar, ka qenë pikërisht kjo. Ballafaqimi i Veliaj rrezikon tani më tepër nga ky episod sesa nga është lufta për pushtet. Unë kam thënë të që me sjelljen që me retorikën që po mban zoti Veliaj nga paraburgimi mund të rëndoj pozitat e tij ligjore përkashi akuzave që ka dhe mund të shtojë akuzat e tjera. Mendoj që ka të bëjë edhe me një fragment shumë le ta themi flagrant që lidhet me zhdukjen e disa dosjeve nga Bashkia e Tiranës dhe dërgimin e kërkesës së SPAK-ut në zyrat qendrore të bashkisë ku kërkohej me firmë nga kryetarja e vendosur për të drejtuar bashkinë. Diçka ka ndodhur.